Po natyrisht. Jo, kur them çfarë do të ndodhë. Ti në 89 je diplomuar. Jam diplomuar, po jo, problemi është që dhe unë kam pasur disa situata për shembull. Jo, një sekond. Ti ishe oficer marine? Po. Në 89-ën, deri në 90-ën. Jo, kur u diplomove? Jo për aratisje, kur ndodh në atë kohë kur bëje një veprim, të vende mendja, shiko, po e bëra kështu, ç'a do t'i ndodh familjes? Ore, jo, po të pyes direkt unë. Ti ishe oficer marine, atë shkon deri në moment me një nga këto. Fare, Jo. Pse? Duhet jemi dhe korrekt, sepse unë jam djali vetëm. Kisha 2 prindër. Pse do aratisesha? Për çfarë arsye? Djali vetëm sa motra? Një motër kam, vetëm ishte e martuar. Përse do aratisesha unë? Për çfarë do aratisesha? Për çfarë? Për çfarë? Unë kisha përgjegjësi ndaj familjes. Së vajti asnjë ndërmend 89. Po fare rast Shqipëria kësherë, asnjëherë po 89 nuk kam asnjë tentativë që të aratisem. Ore në mendje them unë. As në mendje po them. Se në mendje nuk dënohesh. Biles ka një rast në vitin 91 që mua më ka ishte një grup që do merrte një anije, më futën dhe mua, më përfshin dhe mua në këtë histori, ata të sigurimit, kanë vajtur deri në komandë flotës, sepse në atë kohë duhet që të... Në 91-ën? Në 91-ën. Kanë vajtur në komandë flotës dhe ka qenë komisari flotës që atje ku është unë e përqafoj, i ka thënë, ore, ti e di, miri kështë dhe që mirë këta të tjerë t'i kuptova, po me qollari do aratisë dhe kështë dhe. Po i thënë, po nga e di, po kështë, ore, ti e di që është djali vetë ma i kështë dhe. Mirë, kjo nuk është një shumë e fortë, Ki parasysh në vitin 91, ki parasysh në vitin 91 e para, unë isha në punë, nuk isha pa punë. E kupton? Nuk më mbush mendin mua kjo, po mbetemi te Spiro Kote, se në 91 ishe rrëzuar gjithçka dhe mund të ikje edhe se çaj kohë shumë. Shiko këtu, është balans. Okej, foto tjetër që ta mbyllim të historinë e Spiro Kotës, se kam ja 2-3 foto. Dhe Spiro Kote mbasi vrau e mori anjen e ktheu mbrapa, por nuk e komandonte dot. Dhe bënte xhiro brenda portit Durrësit, i ktheu pak timonin dhe vinte vërdall anija në portin e Durrësit. Se nuk e ankoronte dot? Nuk e ankoronte. Është hedhur komandanti i anjes Anastas Qendro, këto janë të shkruar, është hedhur në det. Ka vajtur në anije, që e ka akostuar anijen. Spiron e kanë bajtur 2-3 ditë, e kanë bajtur në... 5 ditë, jo? 5 ditë. Se kam shkruar të libri 100 vrasje. E kanë bajtur brenda, dhe në fund pastaj e liruan... Pse marrin 5 ditë njëse, këta se kam kuptuar asnjë. Sepse ata duhet dini të vërtetë deri në fund, ky ishte sistemi. Akti patriotik i marinarit Spiro Kote u bë shembull i lartë heroizmit dhe atletdashurie për gjithë popullin dhe rinin shqiptare. E di çfarë ka bërë përshtypje se kjo është nga ato që botoheshin atë kohë. S'ka asnjë fjalë parti. Shiko, ki parasysh një gjë. Kjo është propagandë. Jo, po pse? S'ka parti. Spiro Kote, shiko këtu, Spiro Kote në atë periudhë të garantojnë që nuk e kishte ident që ishte gjyq i Hagës dhe çan ndodhte në gjyq. 19 vjeç ai nga Korça ushtarat. Se kishte ident. Fare. Pra, që do të thotë që akti i tij nuk u bë për gjyqin e Hagës por akti i tij çoi në mos paraqitjen e dëshmitarëve në gjyqin e Hagës. Pra, nuk është se ai e bëri me ndërgjegje që dëshmitarët mos vënë në gjyqin e Hagës. Gjithsesi është akt heroik. Pavarësisht se çfarë. Dhe është hero kombëtar, jo heroi popullit. Është hero kombëtar. Hero kombëtar vetëm se në bëu kemi. Kështu e ka titullin. Hero kombëtar. Po, ti më ke dërguar këtë foto, kjo i jetë. Kjo e kaluam, kjo është një foto e bërë një kohë tjetër, po që këta në ceremonia e në Beograd e Enverit me po, kjo është bërë një kohë foto tjetër, se unë nuk e di që ishte takuar në 16 gusht. E di çfarë është kjo? Këtë e kam unë këtë, nuk e ke. Po. E di çfarë është kjo? Po. Vendimi i qeverisë Vërlaci që Sarandët marrë emrin Portoeda. Po, në 31 maj 30. Jo. Në 40-ën? 6 mars 6 mars 1940. Okej, sepse ishte mbas vizitës së Eda Mussolini. Edhe të Kontiçan. Edhe të Kontiçan. Po, dhe ai ishte vajti në Sarandë. Kur vajti në Sarandë. Asaj pëlqeu aq shumë. Sa Vëllasi thaj, vëmë emrin tek sajnë edhe siç bëj shqiptar, tipik edhe sot, do një servilizëm kështu. Edhe vëmë Portoeda. Pa kontribute, pa gjë. Po jo, pse I pëlqeu asaj më. Foto tjetër?
Dhe në dokumentat britanike dhe në 46-ën figuron dhe me emrin Portoeda. Po pse Portoeda 46? Se ishte hequr emri. Ishte hequr, ndoshta nuk ishin ka dhe Saran dhe Portoeda, ka të dyja. Ka të dyja. Ja presim një çast. Jo, janë ato fotot në fund, e këta janë gjyqtarë. I kaluam këta, jo, i kalojmë këta. Në fund janë disa foto, ju lutem regjia, janë disa foto që lidhen me aktin e Spiro Kotës edhe te filmi Dueli i Heshtur. Është edhe një poster i filmit Dueli i Heshtur. Do të fotoja duhet të jetë 31, 32, 33, 34, 35 me numër. Ka qenë gati 40 foto, ëh. Që janë ja të ndihmoj regjin, në fund kemi foto Spiro Kote, heroi me ushtarët. Kështu e kam shkruar unë. Shumë foto bukur, sepse aty tani do më tregosh Spiro Kote mua aty që bëri shkollën në Bashkimin Sovjetik. Për Marin. Për Marin. E çoi me urtën e verit? Po. Po pse? Shiko, ka shumë njerëz. Okej, dëgjon historira shumë për Spiro e këto. Shiko, Spiro Kote nuk ishte profesor doktor, ishte hero. Duhet të ndajmë ca gjëra. Bukur kjo. Nuk ishte profesor doktor. Nuk ishte akademik. Ishte hero, nuk ishte akademik. Nuk ishte akademik. Dhe heroi. Ja këtu, ky në mes, Po. Ky me Spiro Kote me ushtar, në viteve 80 dhe ca. Kjo, dhe ca. Heroi ka të tjera karakteristika nga akademiku. Ai me një akt ngelet në përjetësi. Akademiku do punë, e kupton, ai me një akt ngelet në përjetësi. Prandaj nuk ka asnjë arsye pse hero kombëtar të tjerë. Hero kombëtar një kemi ne. Jo, atëre ishte titulli, quhej hero kombëtar që më vonë u kthye heroi i popullit. Kishte një. Tani këtë e bëni kështu për treguar këtë histori. Po, për treguar histori, për të. Si vrau, 3 veta. 3 veta dhe në atë motovedet aty. Shiko, aq ishte më ata bashkë. Ata bashkë. Tek filmi ball për ball, Ania. Po fotoja tjetër që është Ania shumë e madhe. Po pra, është Ania e madhe, ë? Po, ajo është silur kapse. Është tjetër gjë. Është tjetër gjë. Tani do na tregosh për filmin Dueli i Heshtur. Po. Është fotoja 36. Ajo mua më ka bërë shumë përshtypje, sepse këndet e planit të kamerës aty janë çuditshme dhe prandaj po thosha unë që si mund ta kapte kamera atë. Si e kanë luajtur ata aktorët? Shiko. Si skenari një? Skenari po ta shikosh me vëmendje përputhet me ngjarjen në shumë elemente të saj. Përputhet, ë? Përputhet. Kur e ke parë ti për të parë? Po që ka dalë. Ja, Rikard Ljarja, Reshat Arbana, Ndrek Luca dhe Bujar Kapetxhiu. Se më thoshte gazetare, ore, s'është Bujar Kapetxhiu ai. Fitore Islam, tha. Për shëndetin tim dhe të bukurave sinjorina. Dhe Rikardi ishte marinari. Spiro Kote. Dhe ngjarja, nuk e di, ke lexuar raportin e ngjarjes? E kam lexuar sepse e kam pjesë të librit të Qindvrasjet. Po ta shikosh, raporti i ngjarjes përputhet në shumë element në linjat përgjithshme me filmin, në linjat përgjithshme, me skenarin. Nuk përputhet, për shumë, marrim rastin e emri Kapten Ramiut, që është Vlash Bushi. Emrat e 2 marinar, e 2 civilve, që ai thot peshkata. Islami dhe Bepini. Në fakt ishin 2 marinar si Spiro Kotja. Në fakt ajo mua më ka bërë përshtypje, ata zinin peshk aty. Filli Spanja aty. Metoda e mashtrimit ka qenë më e lehtë se sa shtregohet në film. E kupton, sepse ishin të gjithë të veshur me uniformë. Megjithatë e besueshme. Më e besueshme, më e lehtë për të mashtruar, e kupton? Nuk është ndonjë. Tani kur e pe filmin për të parë, do i pikë gjërat reale, e ka bërë fiks apo jo, në atë kohë isha, mund të kem qenë 10-12 vjeç, se sa kur ka dalë filmi. Jo, unë po them kur ishe marinar, që e ke parë kur ishe oficer marine. Shiko, unë e vërteta është që në lidhje me unë nuk e kam takuar asnjë Spiro Koten. Asnjëherë? Jo, nuk e. Se takove më. Se kam takuar. Po mi për Rikard Ljarja e takove. Nuk më ka rastisur, por kur më ranë në dorë dokumentat e ngjarjes, dhe i lexova, dhe mbasi bëra dhe librin, që për incidentin e Kanalit Korfuzit dhe zbulova lidhjen midis motovedetës Mujo Elçinaku dhe incidentin e Kanalit Korfuzit, kuptova
në tërësi çfarë kishte ndodhur në datën 1 qershor 1947. Dhe prandaj them në linjat përgjithshme skenari është i bazuar në ngjarjen reale, përveç disa elementeve që është madhësia e anijes. Po, e the. Tjetër, emrat e personave. Po mirë, emrat e sigurisht, ishte artistik. Ose ngjarja, disa element, por në tërësinë e saj ngjarja është ajo kabina dhe ashtu funksionon, ashtu është kabina. Jo, janë shumë të mëdha. Është shumë e madhe ania. Në film. Në film. Jo, kabina poshtë. Pra edhe ajo shumë e madhe. Shiko, jo, ajo motovedeta Mujo Lëshinaku i kishte shumë të vogla. Vogla, shumë vogla, ishte shumë e vogla. Po se kap te kamera atë. Sepse ajo se kap kamera si do filmohet. Si do filmohet. Prandaj u bën një anie. Ja, që se e vogla. Kjo është 15 metra anie. Po ku do filmohesh aty? Kurse ania që është bërë filmi është paktën 32 metra. Por për interes të publikut, ania që është luajtur filmi sot gjendet në ujë në radhim. Çfarë thua? Po. Realia? Reali. E filmi? E filmi. Po pse është mbytur? Jo, ajo është mbytur qëllimisht për arsye turistike dhe gjendet në radhim. Po si për arsye turistike se më çmende? Po, anijet, me thënë, kur dalin nga përdorimi, dhe rrezikojnë të mbyten në përbaza, dhe nuk ka lek për t'i kthyer në muze, atëre varianti më i mirë është t'i hedhësh në ujë, t'i zhytësh për në ujë, të paktën e ke atje në ujë. Po çfarë turizmi atje s'ka? Jo. Se zhyten? Ua. Jo, dhe ndikon në biodiversitet. Si biodiversitet? Si? Objekt në New York, vend turistët, zhyten. Artur, unë kam parë Constitution në Massachusetts, në Boston. Po. Ata anijen e famshme të luftës civile. Jo, ajo është në breg mo. Mirë, edhe ne kemi një nëndetse, por nuk arritëm do të bëni një anije të madhe. Ajo është muze, po është në Bregdet dhe unë e kam vizituar. Ja do ta nxjerr kështu tani. Qartë, po nuk arritëm dot sepse që të kthesh një anije në muze të duhen lek. Po sa bukur ti, unë jam kënaqur atje, jam futur brenda dhe më dukshin ato, të gjitha ato ambientet. Ka 2-3 motovedeta të vogla që janë muze, është dhe një nëndetse, por që shumë i pren, gjyqin e madh për shumë e kanë prerë. Ka? Gjyqin e madh detare kanë prerë. Po. Do të thonë, unë jam mrekulluar kur e kam parë këtë. Ka shumë. Jo, po kjo është ajo e famshme Constitution që e luftës civile në Po dhe është operacionale, është aktive. Ja, kjo është. Është ania më e vjetër. Ja, kjo është. Tu jam futur. Tu. Po ja, kjo është. Dhe është muze. Në Boston. Në Boston. Jo, nuk është muze. Po jo, është muze vetë qëndrimi atje. Është operacionale, është në shërbim, është në inventar të marinës amerikane, është operacionale. Unë e kam vizituar si turist. Vizituar si turist, student, por është ania më e vjetër operacionale në botë. Po jam kënaqur ti. Del akoma në det. Del në det kjo? Del në det, është operacionale. Në fakt mua më dukesh, thosha kjo më duket sikur funksionon, thosha. Del akoma në det. Sa bukur. Është operacionale kam qenë. Jam kënaqur. Ke qenë ke parë? Po. Dhe del akoma në det. Me ato topat që të ato... është dhe një anje tjetër, kanë dhe një anje tjetër, ata Eagle më duket e ka emri, që është përrojnë bregdetare. Ajo këtë se kam parë, po Constitution. Ajo është në Connecticut. Në Connecticut? Po. Ose si që thonë shqiptar Kenerike. Tani, s'ka si shansi të kthejt këtë proces? Jo, procesi ishin mbyllu nga pikpamje ligjore, po? E vetmja gjë është që Britanikët, dhe më thënë, duhet një lloj marrëveshje me Britaninë, një lloj konsensusi që të rihapet në marrëveshje dy palë, në marrëdhënie. Që do të thënë, vendimi ose konkluzioni i gjyqit sot ne nuk mund ta quajmë saktë. Jo, prandaj unë them se si duhet jetë, ma thuaj sikur ti ishe ti gjykasi sot. Si duhet ta për mua Shqipëria nuk është përgjegjëse. Çfarë është Shqipëria? Për 22 dhjetori. Përgjegjëse kush është? Përgjegjëse për mua është Britania, sepse ai ishte i provokuar, ishte veprim, ishte provokacion. Po, përgjegjëse është Britania, po Shqipëria? Nuk ishte përgjegjëse, pse? Ja ta them unë. Minimi është bërë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në ujërat tona. Në ujërat tona, në bazë të konventave të Hagës të vitit 1907. Është në ujërat tona, jo në ujërat territoriale. Jo, është në ujërat tona, është në detin e Brendshëm. Po, pra në detin e Brendshëm. Ashtu. Dhe në bazë të konventave të Hagës të vitit 1907, shtetit bregdetar. Se çfarë bëjmë ne me ujërat tona jo, i lejohet. Dhe ne ishim në situatë lufte me Greqinë, kishte një kërcënim real nga Greqia për veprime luftarake, kishte kërcënim real, dhe
Por e vetë një gjë që ne shkelëm atë ditë që bëm minimin ishte që ne nuk bëm njoftimin ndërkombëtar. Ai që këtu ka minën. Por Ka zënë të minuar. Por mungesa e njoftimit që bëm neve nuk shkaktoi dëm, sepse nuk raj pa fajshmi në mina, raj fajshmi. Është një lloj është një lloj kur ti vë korrent te gardi i shtëpisë dhe ti thua këtu ka korrent, nuk e vë për ajdutin, e vë për fëmijën që mund të hipi pa dashje, apo njeri që mund të hipi pa dashje. Nuk e vë për ajdutin njoftimin. Dhe në rastin konkret, njoftimi nuk bëhet për atë që do shkeli... Po Jugoslavia? S'kanë si ata ishin në mbështetjen tonë. Pa ta s'kanë punë fare? Kanë nxjerrë gështenjat me duar tonë ata? Shko, okej, politikisht është tjetër gjë. Jo politikisht, po ta i ka vënë. Unë po e gjykoj nga pikpamja ligjore. Nuk gjykohet juridikisht Jugoslavia? Jo. Sepse është bërë me kërkesë shqiptar. Shko, në moment që... Po mirë, ti me kërkesën tënde, thua ti, hajde ti lani edhe të vete unë të vras njerin atje përse. Po është me kërkesën tënde. Një minut. Po ja mund fajtor. Nëse kërkesa është e ligjshme dhe bëhet për para... Jo, këtu, prit një sekond. Se këtu është penale përse. Jo, s'ka penale. Ka penale këtu. Pse që? Jugoslavia shkoj dhe konkretisht i minoj ajo. A i tha dhe a i lejoj dhe a i kërkoj pala shqiptari këtë çështje tjetër? Jo, është futur teritorin e Shqipërisë me leje të qeverisë shqiptare. Dhe kjo e përjashton? E përjashton plotësisht. Jo, sepse veprimi, Artur, këtu jam dakord fare këtu. Është pa diskutim që autore është Jugoslavia dhe madje ajo përgjithësi. Si ta shmang në Jugosllavi? Nëse shiko këtu, dhe kjo është e konfirmuar që është... Gabimi i shynit, do të vetëm kaq ne që kemi dieni. Jo, është brenda territorit, shiko përgjegjësinë për territorin e Republikës Shqipërisë e ka shteti shqiptar. Dhe anijet jugoslave nuk kanë hyrë pa leje. Nuk kanë hyrë pa leje. Dakor, po janë autorët minimit. Nuk janë autor. Në moment që anija ka hyrë në shtetin shqiptar, jenë në komandën e anijes sepse ka hyrë në territorin tënd, e kontrollon ti situatën. I ke dhënë clearance për të hyrë në territorin tënd. Të kryej veprime të tilla. Nëse Jugosllavi do të kryente këtë veprim, pa dijenin e shtetit shqiptar, përbën shkelje drejtës ndërkombëtare. Nëse e bën me porosi, me miratin të shtetit shqiptar apo me porosi, nuk përbën shkelje. Nga pikpamja e raporteve Shqipëri... Sa vjetë shërbeve në Marin? 36 vjetë. Për çfarë krenohesh në ato 36 vjetë? Që e para që kam pasur dy që më ashu, e para kam bajtur një nivel profesional goxha të lartë. Jo, çka ke arritur, çfarë ke arritur një gjë në Marin? Çfarë kam arritur, kam qenë, e para njërë kam qenë për një marinar, detyra me lartë nuk është as komandi marinës shqiptare, as komandi distriktisht, komandanie. Komandanie? Po s'ke qenë komandanie, bëu qatë duash. Ti ke qenë komandanie? 4 vjetë komandi i gjyqësit madh Vjosa. Vjosa? Po. 4 vjetë? 4 vjetë. Dhe kam qenë i përfshirë në incidentin e 3 të kanalit Korfuzit. Incident? I 3. Qa viti? 16 shtator 1996. Kam incident. Me kë ke incident? Me marinën Britani, me marinën greke. Greke? Po, do ta dërgojmë më mbrapa Po jo, prit frenojnë, ne jemi këtu të thotë ta dërgojmë më mbrapa. Po çfarë ndodhi me marinën greke? Edhe një herë data? 16 shtator 1994. E 4, se 94 thash unë para 97. Po çfarë ndodhi? Po në 94 Shqipëria dhe Greqia u vendosën në gjendje lufte. Jo në gjendje lufte. Gatishmëri numër 1, gjendje lufte. Po pse? Po për shkak të dënimit të 5 minoritarë. 6 nga po 5 ngelen pastaj. Se një u lirua me arrest firmës apo arrest. Në fillim të muajit shtator, po 94. Në fillim të muajit shtator, Marina Shqiptare bëri një operacion imitimi minimit të gjuhët Sarandës. Si që bën këta? Jo, kam vajtur 4 anije. Po? Ndërto isha dhe unë. Po? E minoj? Nuk bëm minim, bëm imitim minimi. E imitim minimi? Sepse në fakt, presidenti Berisha do të bënde minim, por komandi flotës në atë kohë i tha, mos nuk do bëj minimi, tha, se ne njëre minuam atë në 26 dhe 30 vjetë. Berisha dha urdhë për ta minuar? Po. Në tjetër vend ku u minua... Jo, do mbyllej me vi gjuhë Sarandës, jo si pas asaj. Mbyllej vetëm gjuhë Sarandës. Që mos vinë në anijet greke? Që mos futeshin. Po pse ato donin të futeshin? Sepse kishte dyshime që mund të zbarkonin.
Një lloj si 46. Të zbarkonin anijet greke në Po, Saran? kështu, Po, kjo të prej prapë gjë. Dhe po shtote Greqia domethënë. po, dhe 94. po, Do thënë pas asaj që u quajt skandali i të pesëve i të pesë. Dhe minoritar. Po? nuk u bë minim, u bë imitim minimi. Dhe çfarë ndodhi? 4 anijet lëvizën ne sikur natën, sikur po bënin minim, por nuk po hidhnin mina. Dhe ata të vëzhgojnë çfarë po bën ti dhe nga mënyra se si ti vepron ata kuptojnë që çfarë po bën. Dhe duket po ti jesh në Korfuz dhe ta shikosh në radar, duket një veprim sikur ti po bën minim në fakt. Në fakt nuk bëm minim, bëm imitim minimi. Bas kësaja, nga Vlora kishin vajtur në bazën e Sarandër të 25 marinar për mbrojtjen e bazës në atë kohë dhe mbasi u qetësua situata, unë rria në Palermo me anije në atë kohë, rria në Palermo, natën veja bëja kontrolën e vijës me mina i themi neve, dhe ditën kthehesha në Palermo, rria në Palermo. Kur u qetësua situata, më japin urdhër mua për të vajtur për të marrë 25 marinarë që ishin në bazën e Sarandës. Dhe kam qëndruar në Spirancë midis vendit kura në minë Suamarezi dhe bazës. Të 26. Në 26. Dhe kam qëndruar atje, rria po prisja anijen unë që Katri i Radës, i cili ishtë mbyt në 97-ën, Po, Katri i Radës. ai në 97-ës, të vinte të mësillte marinarë. Ndërkohë që unë rria atje, gjyqi kishte të paktën 10-12 vjet që nuk ishte vajt në Sarandë. Gjyqi im. Dhe në këtë moment hyn një anije greke. Hyn, ha? Erdi para bazës. Do të në ujërat tona. Hyri në ujërat tona, Pa leje, pa gjë, pa leje, pa gjë, unë ndez motorat. Luftarake. Unë ndez motorat dhe i drejtohem Drejt për drejt? drejt për drejt. Bashkë më bashkë. Po çfarë do bëhet? Do me thënë, dhe i bëja thirrje në radio që të kthej, ajo nuk më dëgjonte Ti i flisje në anglisht? në anglisht. Në anglisht? Dhe i ktheja nuk më dëgjonte. Kur erdhi një distancë caktuar bashkë më bashkë, e ke pasur atë lojë me motor, ajo kthehet. Kthehet dhe ikën në drejtim të Korfuzit. Ajo kthehet në drejtim të Korfuzit, unë e ndjek nga mbrapa. Ajo kaloi në ujërat greke, unë kaloj në ujërat greke. U futet edhe ti U në ujërat futa greke? dhe unë në ujërat greke. Mbas kësaja, ndodh një keq kuptim. Sepse kur unë u futa në ujërat greke, aty përballë kësa milit, diçka më tutje, janë ca nga krau Greqisë që janë ca ishujt sepra. Grekët nxjerrin 2-4 asilurus, bazë Sarandës ndjen 2-4 asilurus në mbështetjen time dhe të anijes patrulluese. Dhe kur 4 asilurus vemi deri afër pemës së thatë në kraun e Greqisë dhe unë marr kthesën dhe kthehem në drejtim të veriut. Sa kishte në anije sa 40 veta. 40 veta. 40 veta. Gjithë gatishmëri, ha? Gatishmëri të tërë, me thënë, dhe në këtë moment që unë kthehem, më kapin 4 misilurus, më vinë aty. Dhe anija greke kthehet, po kthehet nga ujërat e saja. Në moment që 4 misilurus po i afroheshin anijes greke patrulluese, njëri nga 4 misilurus bën një manovër për të shmangur shkëmbin sepra. Mua më duk si kur do dilte në qitje me silur, Po? jap urdhër të mbushen topat. Aha. Kjo ishte fraksion sekonde, verifikuam që nuk do të bënde qitje me silur, po bëri manovër për mos të rënë në cekin, jap urdhër prap të anullohet veprimi, u qarmatosën topat. Nga aty të 3 anijet kemi ikur paralel në një vijë imagjinare, sikur ishte kufiri midis Shqipërisë dhe Greqisë, nga aty den Kepqefalit. Paralel. Të 3 anijet, kur vem Kepqefalit, ata ikën drejtim perëndimit, unë u ktheva për në bazën e Sarandës. Do të thënë ti për pak Artur Meçollari do ishe shkaktar të shpalljes së luftës Greqi-Shqipëri. Për pak. Për pak, ha? Po çfarë thamë për këtë? Thamë bravo apo të dënuar? Jo, pastaja këtë e kishte dhënë që unë kisha hyrë në ujërat greke, e kishte dhënë e të njëshi. E dha në televizion. E dha, me filmim anije. Filmuar, Dhe atë ditë unë vajta u ktheva në Sarandë, mora marinar dhe vi në darkë vonë, vi në Pashaliman. Kur vi në Pashaliman, kishte ardhur gjithë oficerët e budit Vlorës të kontrollonin, të bënin kontroll dokumentacionin. Që kisha hyrë apo s'kisha hyrë. Unë them kam hyrë. Ula me atë komandantin, ishte një burim mirë, ai komandanti i bazës, e i them unë gjë këtu.
që unë kam hyrë në ujërat greke është e verifikuar, por që ata hynë në ujërat tona, para se të hynë tek ata, dhe kjo është e verifikuar. Por, gjithsesi i them unë se kuptoj pse po bëni konse se doni të merë një masë. Doni të merë një masë? Po. E i them unë, mi po para ca ditësh kishte hyrë një avion, kishte hedhur ca letra fletushka në Sarande, kur ishte kthyer në Greqi, thashe theme, thoshin që ishte dekoruar. Wow. Kështu thoshin, thashe theme, dhe i them unë nuk pres të manoj dekorat nga juve pse hyra në ujërat greke. Po arsye për të më dënuar nuk keni, i them unë. Nëse, gjithsesi, si u mbyll? I njëjti komandant që kishte dhënë urdhër që mos të bëhej minimi, jep urdhër, ishte në flotë ai, jep urdhër që të mbyllet çështja. Po. Ishte komandanti i flotës. Si quhet ky? Muharrem Kuçana, nga Tropoja. Duhet përshëndetur ai. Unë e përshëndeta Muharrem Kuçana, dhe sa që dalë përshëndet. Muharrem ti qenge ishte profesionist, domethënë. Po ti qenge oficer, po. Dhe si u mbyll këtë çështje? U mbyll kaq. Ore Berisha thirrën zyrë apo? Jo. Ai mori vesh Berisha? Kam takuar ndonjëherë në jetën time Berishën. Shiko, unë me sa të njëja unë, thosha ky ushtarak marine është i tillë me natyrën që ke që ky të çon në luftë, thosha unë. Ti e paske çuar për pak Shqipërinë. Për pak po vdes. E paske çuar Shqipërinë për pak në luftë, ë? Prandaj edhe morëm Kuçana që unë e përshëndes e mbylli çështjen. Në thënë dhe... Po kjo ishte me bukur se sa incidenti pari kanalit Konfuzit? Do ta gjej, do ta dërgoj, kam të shkruar. E ke të shkruar, e? Ma dërgoj me shumë dëshirë, po ti duhet ta bësh libër këtë? Avash. Jo, avash. Unë në fakt kam shkruar datat historike të marinës shqiptare, gjitha datat, i kam të arkivuar. Jam duke punuar për historinë e marinës mbretërore. Po pse gjithë marinës apo? Jo, po shumë. Shiko, nuk mund të bëhet, është e pa mundur të bëhet, sepse ti nuk futesh në detaje. Okej, do kemi raste tjera për diskutuar për këtë historinë e marinës. Të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj shumë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim.